Njeriu ndonjëherë kur fillon të jetë më i qëndrueshëm në fe, sprovohet. Sa që i thot shejtani, shiko, kur fillove të sprovohesh, që kur ju përkushtove fes, prej kur u bëre fetar, prej kur fillove të kërkosh dije, por mos haro, kjo është sprov prej Allahu xhaleshanuhu. Uthmani radiallahu anhu tha, një dit u ankova tek Muhamedi alayhi salatu wassalam për dhimbjen e cila ma filloi sapo hira në Islam. Muhamedi alayhi salatu wassalam i tha atij, vendose dorën në trup aty ku të dhem. Pastaj thuaj, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kërkoj mbrojtje tek Allahu xhaleshanuhu dhe me pushtetin e tij nga e keqja që po vuaj dhe nga e cila po më shqetëson. Uthmani tha, e thash këtë, dhe Allahu ma largoi atë të cilën e kisha në trup. Çfarë bëri Uthmani radiallahu anhu më pastaj? Tha, vazhdova t'u mësoj atë familjes sime dhe kujdo që e njihja, që nga dita kur më mësoi atë i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam.